Mbrëmjen e djeshme u zhvillua premiera private e filmit të shumë përfolur Ka zemra, projekti me ri prezantuesit dhe producentit Torian Hyska. Ngjarja mblodhi personazhe të njohur të ekranit, miq të afërm të produksionit dhe pjesëtarë të kastit, duke e kthyer sallën e kinemas në një atmosferë të ngrohtë, festive dhe plot emocione. Gjatë fjalës së tij, Torian Hyska u shpreh se Ka zemra është një projekt shumë personal, madje ka cilësuar si dhurata për 40 vjetorin e tij. Ai pranoi se rrugëtimi drejt filmit ka qenë sfidues si nga ana financiare ashtu edhe kreative, por se ka besuar fort se një film me këtë koncept duhet realizuar. Hyska tregoi se ideja fillimisht ishte menduar si një format reality, por u shndërrua në film pasi kjo formë i jepte më shumë hapësirë për të trajtuar tematikat e forta të rrëfimit, presionin, moralin, vendimet e vështira dhe marrëdhëniet mes individëve. Megjithëse është prezantuar me tone humoristike, Ka zemra mbante element të komedisë, por sjell dhe tensione dramatik dhe situata me karakter thriller, duke krijuar një miks të veçantë zhanrash që sipas Hyskës synon të sjellë diçka të re për publikun shqiptar. Regjia e filmit është realizuar nga Torian Hyska dhe Jocelyn Rama, ndërsa vetë Hyska mban rolin e producentit dhe bashkë-skenaristit. Në film marrin pjesë emra të njohur të ekranit, të cilët ishin të pranishëm në premierë duke ndarë emocionet e para me publikun. Të ftuarit e premierës e pritën mirë filmin, duke vlerësuar çelëtërsinë e mesazhet, ritmin dhe mënyrën se si drama dhe humori janë ndërthurur natyrshëm. Filmi pritet të shfaqet për publikun në gjerë në ditët në vijim, ndërsa Hyska u shpreh optimist se Ka zemra do të gjejë vendin e vet në zemrën e publikut.